Në rastin konkret do thotë përkitazë me atë që ka tha Ylli, nëse ngulfatet gjyqësori dhe ngulfatet puna e gjyqësorit dhe qeveria dhe kuvendi përmes veprimeve mos veprimeve e bën këto, që nuk duhet me u po si qeveria kuvendi po i bën diçka gjyqësorit, po na bën neve qytetarëve. Për shkak se ne po do të më pastaj me prit ma shumë gjykot, ne po do të që me toksa tona me u pagu ato shpenzime procedurale, neve po na u vështërsohet qasja në drejtësi e tjerë. Gjyqësori do të nuk është subjekt në vetvete që qeveria mundet me thonë, tash mund me dollë tash do përkras me thonë, po gjyqësori e meriton e mirë, ja bën e kretë këto, po ideja është kjo po reflektuat tash tek secili qytetar. Kur flasim tash për resurset, definitivisht se nuk është ideja që duhet më plotësu resurset, mirë po, nëse vazhdon me këtë trend dhe me këtë mënyrë të sjelljes të administratës, të kuvendit, të institucioneve të tjera, numri gjyqtarëve nuk ka më mjaftu kurrë. Po e marr një shembull tash. Duhet me pas një limit dikur ku thuhet që numri gjyqtarëve është rrit dhe kaq që jemi mjaftueshëm, me kaq menaxhojmë e tjerë. Mirë po kjo sjellje e administratës, e kuvendit, e institucioneve tjera do thotë e ka humb sensin e çdo planifikimi strategjik për ulje të numrit të rasteve. Po e krahasojmë tash një paradoks në vete që e ka sjell kjo situatë. Në vitin 2019, për shembull, kanë qenë rreth 44.000 landë civile. Në fund të vitit 2024, janë rreth 121.000 landë. Pro kena pothuajse 3% të numrit të landëve civile në gjyqësor. Në anën tjetër, prej vitit 2019 të tutje, kapacitetet janë rritë, është miratuar rregulloria për norma të orientuese, janë marrë njësër veprimesh e tjera, dhe është rrit edhe numri i landëve të zgjidhura nga ana e gjyqësorit. Përderisa i kemi postur diçka mbi 20.000 landë të kryera në vitin 2019, në vitin 2024 i kemi postur mbi 80.000 landë të kryera. Pro gjyqësori e ka katërfishu performancën në kuptim të numrit të landëve të zgjidhura, mirë po kjo është trefishu numri landëve të pasgjidhura. Do thotë është kaq paradoks sot dëgjohet. Domethënë, nëse në vitin 2019 i ka pas 44.000 landë dhe i ka pas 20.000 landë të zgjidhura, në vitin 2024 i ka pas mbi 80.000 landë të zgjidhura, ndërsa i ka pasur mbi 121.000 landë të pasgjidhura. Po dhe numër gjyqtarëve ka pas më shumë. Definitivisht, për shkak se avancimi ka ndodhur. Mirë, po kjo nuk është reflektu, sepse tash unë si qytetar, kur shkoj me deponu një padi, unë para vetës në 2019 e kum pas 44.000 padi, sot i kam 121.000 padi. Dhe do më thonë, ja ka humb kuptimin edhe përpjekjeve që gjyqësori i ka bo për me ull backlogun. Tash, në këtë situatë çfarë jemi, për boll këtij mos reflektimi deri tash, edhe 100 gjyqtar me i shtu, prap nuk është zgjidhje kjo çështje, sepse nuk është zgjidhje që gjitha landë që përmendi Ylli, gjitha landë nuk kryen në gjykat. Nuk është kjo zgjidhje, do të me funksionu administrata, do të me funksionu shteti, nëse një rast është konfirmu nga gjykata supreme, është konfirmu disa herë. Çka po lyp më? Atë ndalemi pak që të, nëse kemi vendime të formës së prerë dhe kemi këtë praktikë gjyqësore që është shumë e qartë. A ka hapësirë tash për këta zyrtarë që të ketë ndjekje penale, sepse këtu a mund të flasim për shpërdorim të detyrës nga ana e këtyre përgjegjësve, cilë qartazi duhet t'japin llogari, sepse po i kushton kjo buxhetit Kosovës, jo një herë, po i kushton 3 herë. Papërgjeshmëria e administratës është në nivelet më të larta të saj. Do të thotë është definitivisht e qartë, se cilë është standardin pagat jubilare. Do të thotë një institucion kur paditët, që si ka dhonë pagat jubilare, shujtat e tjere, çka do të shoftë, në momentin e pranimit padis, ajo saktë të dinë se cili është epilogu i kësaj padije. Dhe krijon do thotë këto shpenzime procedurale, cilat po e dim që kanë mendohet. Definitivisht po, dhe për ma tepër çka është çudia që këto raste dhe ankimohen. Do thotë këta provojnë edhe apel, çka e ka provon? Çka e ka provon pagën jubilare, nëse e ka të garantuar me kontratë kolektive, ka me e marrë. Dhe ideja është nëse shkon ti në
apel dhe e bën një ankesë, veç e kryen një shpenzim tjetër, sepse më pastaj është përgjigja në ankesë që edhe ajo normalisht se faturohet. Fatkeqësisht Plus faturohet dy fishe. Definitivisht po. Do të thotë për më tepër tash që dikush ka paradoksi që tash asak gjykimet e gjykatave nuk po ekzekutohen. Çka po do të më bëj po? Me shkum për mbarim? Me shkum për mbarim dhe shtetit me ju bloku llogarit për me u ekzekutu në akt gjykim. Unë e di që ka procedura, përmbanus funksionojnë, mirë po definitivisht është një farhi e keqeve për sundim të ligjit që merret një vendim i gjykatës dhe do të institucioni publik me obligu me përmbanus. Këto beton. Hajde ta pak hijen edhe shijen e keqe anash. A ka përgjegjësi këtu, a mundet të ndjek penalisht zyrtari përgjithës që nuk i përmbush çdo obligime, sepse po dihet dëmi që po shkaktohet e që po është trefish prej bazës që i është dashur me pagu në bazë të obligimeve që po i vërtetën gjykata që i kanë këto institucione. Këtu betim, sidomos të rastet e kontratës kolektive, këtu ka pasur një mos koordinim në mes të institucioneve qendrore dhe lokale. Domethënë ka pasur një kontratë kolektive që është nënshkruar nga institucionet qendrore dhe ka pasur zbatim të kësaj kontrate nga niveli lokal. Dhe çka shkon paradoksi edhe me te, asnjëherë nuk është ulur, domethënë Ministria e Financave me atje poshtë komunat për me përcaktuar vija buxhetore të dedikuar për pasojat e kontratës kolektive. Dhe sot ballafaqohemi me raste kur atje zyrtarët kryesor financiar të komunave nuk kanë vija buxhetore mbi të cilat do t'i paguajnë obligimet e veta që derivojnë nga kontrata kolektive. Dhe të njëjtit të rrezikohen nëse gabimisht paguajnë nga vija të caktuara pastaj të jenë subjekt të ndonjë procedure qoftë disiplinore apo penale. Kështu që ata e kanë më të lehtë, thonë që nëse vendos gjykata dërgona përmes përmbarimit, pastaj përmbarimin ai merr neve nëpër vija ku t'i gjen. Më thonë që edhe pse e din që humbin rastin, edhe pse e din që rritën shpenzimet, nuk e marrin guximin me realizu të njëjta pse se s'ka koordinim mes institucioneve qendrore me institucione lokale. A duhet me fjet në këtë rast prokurort, apo duhet muzu edhe me vepru në mënyrë që një situatë krejtësisht qartë ku ka vendime gjyqësore me pa thjesht qysh me zbatu në mënyrë që mos me pas këtë dëm që e kemi të buxhetit? Sipas kodit penal, shpërdorimi i pozitës zyrtare konsiston në tejkalimin e kompetencave apo mos ushtrimin e kompetencave, përmes cilave një pale të caktuar ndër të tjera i shkaktohet dëm. Do të thotë, ose ka përfitim për veti që nuk është situata konkrete, ose është shkaktimi i dëmit për tjetrin. Që është situata aktuale? Kjo tash situatë, përmes këtij mosveprimi, kur ne do të thotë e dim saktësisht se ajo pagë do të merret në gjykat. Mosveprimi i këtyre zyrtarëve, apo dhe në disa raste dhënia e urdhrave nga zyrtarët më të lartë, jo atyre zyrtarëve komunal, do të thotë që ndërmarrin veprime. Dhënia e urdhrave dhe për të vepruar kështu, definitivisht se mund të hyjë në domenin penal. Dhe që dëmi në rastin konkret ndoshta i tejkalon disa prej aferave të mëdha korruptive që ne i kemi po. Për shkak se bëhet fjalë për dhjetra miliona. Dhe gjithë këto, shikoj, është edhe një çështje tjetër. Këta miliona, për shembull, kur po i përmendim, ne po i përmendim miliona të cilët llogaritën në akt gjykime. Nuk po i kërkon akt gjykim, nuk llogaritet sa e ka pagën ditore një gjyqtar që merret me atë rast. Nëse merret gjysdite me atë rast apo një ditë në tërsinë e rastit, sa është shpenzim për gjyqtarin? Sa është shpenzim për sistemin gjyqësor, sa është shpenzim pagat e bashkëpunëtorëve, zyrtarëve ligjore tjerë që do të më merr me këto raste, dhe këtu kërku nuk po kalkulohen. Dhe tash në këtë situatë më krijohet një farë natyrshmërie, që thotë po merrni rastet, shkoni në gjykat, realizoni drejtat. Është e qartë që në gjykat kur shkon, këtij cenohen të drejtat, buxheti dëmtohet. Dhe e shohim prokurorinë që thjesht e sheh këtë farë diskutimi si diçka interesante akademike, mirë po jo brenda rolit që ka. Definitivisht se në këtë situatë do duhet me ndërhy edhe prokuroria, për shkak se nuk bëhet fjalë për raste individuale, bëhet fjalë për një qasje të mrapsht që buxheti i shtetit
qytetarëve po ju kushton me 10 miliona euro. Ama ka posë Për raste ironi, do shta prokuror thonë se kur të kesh pas prokuror në këtë vend i shkon ndryshe veç ka posë raste edhe në komunat të caktuara që kanë tentuar mi pagu prej vijave të caktuara buxhetore dhe në fund kanë dalë me vërejtjen e raportin auditimit, se nuk e keni pas të planifikuar këto shpenzime për mi përfundu, domethënë për mi realizu. Kështu që për sa po them ka një mungesë totale të koordinimit me institucionet qendrore, ku Ministria e Financave përcakton vija të qarta buxhetore për atje për nivelin lokal, se sa duhet, sa janë shpenzimet që ti ki të pritshme për mi realizu nga këto obligime. Tash, nëse kjo mënyrë e veprimit, më falë vetëm, nëse kjo mënyrë e veprimit i obligon institucionet me vepru kështu nëse kjo mënyrë obligimet nga Ministria e Financave i obligon institucionet lokale me vepru në këtë mënyrë, dhe më pastaj me u dëmtu buxheti, për këta është prokuroria. Për këta është prokuroria me tregu saktësisht te kush është mosveprimi, te kush është dashja, dhe kush ka këtu dëmi. Nuk mundet të thot me u shiku, do thot si me qenë spektator prokuroria në gjithë këtë situatë, përderisa kemi dëme që buhen me 10 miliona euro, ndërsa shohim do të raste të tjera që ngritin ata akuzë për 100 euro, për 200 euro, që normalisht edhe ato raste do të me ngrit. Mirë po, jo me mbyllë sy para humbjes të 10 miliona eurove për thjesht për një kryenetësi të barzëve të institucioneve të caktuara.